Një gjykat në El Salvador ka nisur këtë të martë procesin gjyqësor masiv kundër 486 liderëve dhe antarëve të rangut të lartë të bandës kriminale Mara Salvatrucha, e njohur botërisht si MS-13. Ky proces gjyqësor konsiderohet historik për nga përmasat, pasi prokuroria ka dokumentuar rreth 47.000 krime të kryera gjatë periudhës 2012-2022, ku përfshihen vrasje, zhvatje, trafikim armësh dhe zhdukje me forcë të personave. Të pandehurit, të cilët morën pjesë në seancë përmes një lidhjeje virtuale nga burgjet e sigurisë së lartë, akuzohen gjithashtu për rebelim dhe tentativë për të krijuar një shtet paralel përmes kontrollit territorial. Prokuroria e El Salvadorit ka paraqitur një dosje voluminoze me prova balistike dhe dëshmi, duke kërkuar dënimin maksimal për çdo vepër penale. Sipas llogaritjeve të prokurorëve, për shkak të numrit të madh të akuzave, individ të caktuar mund të dënohen me deri në 245 vite burgim. Ky gjykim vjen si pjesë e politikës së ashpër të presidentit Nayib Bukele kundër bandave, e cila ka çuar në arrestimin e mijëra personave. Megjithatë, kushtet në burgun Cekot, ku po mbahen shumica e të akuzuarve, kanë nxitur reagime nga organizatat për të drejtat e njerëzit, të cilat denoncojnë mungesën e kontakteve me avokatët dhe trajtimin çnjerëzor. Midis emrave kryesor që po gjykohen janë edhe liderët historik të bandës, të cilët dikur ishin pjesë e armëpushimeve të dështuara me qeveritë e kaluara.